Nuk e them unë, po nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandeura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë. Dhe më ka thënë do të të vras. Po nuk the kështu, apo po nuk bëra ashtu. Unë po e marrë që prokurorët kanë sjellë këtë. Tani, a ka njeri të ma tregoj mua si mund të vihet në kuvendin e Shqipërisë me kaq? Me një muhabet të tillë telefoni, pa bërë asnjë ballafaqim, pa bërë asnjë kryqëzim dëshmish, pa bërë asnjë verifikim kur ndodhi kjo thangmë, sa do në mënyrë të tmerrshme të përshkruhet ajo në një bisedë telefonike mes dy grash, ose burrash, se burrat janë më të këqij se gratë kur flasin në telefon. Aq më tepër një i pandehur me një tjetër. Si u merr ka mbrapa hekurave kaq kollaj? Njeri, se folën dy veta në telefon. Dhe kjo është një provë e re që s'është as e re. Dhe kur mendoj që vjet me këtë kollajllëk në kuvendin e Shqipërisë për të kërkuar kokën e një të zgjedhuri, mbasi është bërë gjithçka për t'ia futur 7 pash, jo në ndhe, po në lum. Po një njeri i thjesht, një njeri i pambrojtur, një njeri që i ngec çara ngosht me kushërinë e një prokurori, për shembull. E parafitoni ju si mund të haj fletën e arrestit, surratit, me një logjik rrafsh, si kjo? Dhe në fakt, ku shef këtë, aty e kupton konkretisht se si e hanë shumë njerëz në Shqipëri dhe se si për faqen e zezë të autorëve të kësisoj përplasje shturive të fletëve të arrestit, Shqipëria është bërë delja e zezë e Këshillit të Evropës. Më shumë të burgosur pa gjyq, të cilët hanë e pinë me paratë e taksapaguzve, ndërkohë që mund t'jenë atje komplet të pafajshëm, jetojnë pra në kurrizë të tjerëve, ndërkohë që mund t'ishin jashtë dhe të bënin punë dhe të mbanin veten e familjen, se sa të burgosur me gjyq. 58% janë kështu. Hajde ta fusim një herë, se na ka dalë një incizim, se na ka ardhur një muhabet, se kemi parë ca mesazhe. Ku jemi këtu na? Po çfarë është një njeri i zgjedhur nga populli, apo një drejtues publik? Kokë për t'u marrë si trofe në pjatën e pazarit dhe për t'u shëtitur pazar në emër të drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit, pasi është sakatuar dhe zhgarravitur parafrakisht. Grupi strukturuar kriminal, i tha gjykatësia prokurorit për Ilir Beqen, arbitri. Pra, lojtari përballë pretendon që ishte gol. Arbitri thot nuk ishte një gol, ishin 2 gola. Dhe vari, gjykata e apelit, thot ishin 3 gola. Qa drejtësi është kjo? Qa gjykatës është janë këta? Ra, grupi strukturuar, nuk është ekzistent. Atëre, po Ilir Beqe,
s'kam folur ndonjëherë për të, duke respektuar vijën e kuqe, po tani që ka një vendim, mbasi u ngrit dhe ul si organizatori një grupi strukturuar në të 700 tenxheret politike dhe mediatike, s'pas ka pas grup strukturuar. Në gjithë botën normale, prokurori kërkon, gjykatësi frenon. Këtu prokurori kërkon, gjykatësi vrapon. Po në emrin ton, jo. Me votën ton, jo. Herë tjetër, kur të vinë në kuvend për të kërkuar jo imunitetin, se dhe ky është një keqkuptim i madh. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj hetimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj përgjimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj procesit penal për askënd nga ne që jemi këtu. Nuk ekziston imuniteti në Shqipëri siç e kanë në Gjermani, siç e kanë në Itali, siç e kanë në Francë, siç e kanë në thuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Që nuk mundet dot të guxosh ta zësh me gojë emrin e një deputeti, jo më të fillosh hetim, pa shkuar një në parlament, e të thuash, a më lejoni mua të merrem me këtë? Në Shqipërinë nuk e kemi. E kemi hequr me konsensus, mos gabohen, në 2012. Ne kemi vetëm kufizimin ose jo të lirisë. Pra, një person hetohet në gjendje të lirë, apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumente? Po çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë, herë tjetër prokurorët duhet vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur si erdhën në 2 rastet e mëparshme. Për një rast kishte një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë të përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Po t'i vish kuvendit me një proces verbalin e një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që kemi për të bërë. Ku është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Të Europës. Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatës e për prokurorët. Është vend i BE-s. Ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë, nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne, ne se frenojmë dot se s'kemi çfarë bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani, unë e di shumë mirë që do thonë që nuk do thonë prap, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë,
kundërdhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund